Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studio miq me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këto momente na është bashkuar e ftuara, të cilën unë e prezantova edhe më herët, e Jona Mema, suportuese programi pranë qytetës së fëmijëve. E Jona, kënaqësi jemi së bashku, edhe këtë herë ndryshe, duke folur për punën tënde të përditshme. Është me të vërtet kënaqësi. Radio Emanuel, mund ta them me gojën plot, është si shtëpia ime. Po si që the dhe ti, është një emocion ndryshe këtë herë. Po jam e sigur që është bukur. Si të kem përballë si një bashkëprezantuese, siç ka qenë, le të themi 2 vite më përpara, edhe sot unë në rolin e të ftuarës. Më vjen mirë që jemi së bashku në ditën e sotme, unë e përmenda pak më parë, ti tashmë je angazhuar plotësisht, mund të themi, pranë qytetës së fëmijëve, dua të prezantosh pak më tepër. Unë e përmenda, ti je një suportuese programi aty, por cili është më konkretisht roli që ti bën aty, si është të punosh pranë qytetës së fëmijëve? Atëherë qyteta e fëmijëve ka gjithmonë gëzime dhe shumë dashuri, sepse do të thotë që je çdo ditë pranë fëmijëve, pranë atyre fytyrave të ëmbla të tyre. Unë facilitoj 2 programe, programin eksperimente shkencore, së bashku me Laurën, dhe aty fëmijët njihen më shumë praktikisht me botën e shkencës, me kimin, me fizikën, matematikën, hapësirën që e duan shumë. Së fundmi kemi filluar edhe një program të ri, të cilin e facilitoj së bashku me Dianën, koha për stretching, dhe aty fëmijët mësojnë më shumë rreth kujdesit që ata duhet të tregojnë për trupin e tyre. Si na bën mirë stërvitja, si stretching na bën mirë si për shëndetin emocional edhe për shëndetin fizik, gjithashtu si të ushqen shëndetshëm, sepse jetojmë në një kohë tani ku të gjithë, jo vetëm fëmijët, gjithë jemi të prirur të ushqehemi me këto ushqimet e shpejta që mund të duken të shijshme, po në fakt nuk janë të shëndetshme, edhe kjo është një tjetër synimi I programit koha për stretching. Gjithashtu suportoj edhe në të gjitha programet e tjera që bazohen në ditët kombëtare që ndodhin, eventet e veçanta që ne kemi, përveç këtyre programeve të zakonshme, të përditshme, po. Di që ju gjithmonë, pra unë e përmenda edhe pak më parë, ne nuk ishim filluar bisedën ende së bashku, sot është një ditë shumë e rëndësishme, sikurse është dita ndërkombëtare e sindromës Down, dhe di patjetër që ju fokusoheni në ditë të tilla të cilat janë të rëndësishme për të përcjellë edhe më tepër ndërgjegjësim tek fëmijët, por mbi gjitha edhe tek gjyshrit, prindrit që I shoqërojnë, sepse që qyteta e fëmijëve nuk është vetëm e fëmijëve, aty sepse ata fëmijët janë të dikujt patjetër. Edhe pjesëtar të familjes që shoqërojnë dhe her pas here bëhen pjesë e aktiviteteve që ju zhvilloni. Patjetër. Unë e di që ju zhvilloni, Stivi, I cili ka qenë her pas here pjesë e programit Music Plus, ka prezantuar aktivitete argëtuese, të cilat ju I keni të shtrira për gjatë gjithë vitit, por edhe edukative për fëmijët. Ndaj dua të pyes si ndikon kjo eksperiencë në zhvillimin e tyre si nga ana sociale, por edhe nga ana edukative. Atëherë, siç e them, programet janë sa edukuese, aq edhe argëtuese. Patjetër. Por në qytet vinë fëmijë me karaktere dhe me tipe nga më të ndryshme. Vinë fëmijë që janë shumë të mbyllur, të turpshëm, që kanë të vështirë të krijojnë shoqëri, nga ana tjetër vinë fëmijë që janë ekstrovert, le të themi, futen lehtësisht në një miqësi, por pasi vinë në qytet duket sikur bëhen një. Kemi parë plot raste suksesi, fëmijë të cilët vetë prindrit kur kanë ardhur në fillim kanë thënë, shko se fëmia ime ka problem të ri me fëmijë të tjerë. E ka problem të ri kur unë nuk jam këtu. Dhe pas një javë, 2 javë, prindi vet ka ardhur e ka thënë, wow, çfarë mrekullie ka ndodhur me fëmijën tim. Sepse aty mësojnë si të socializohen me njëri tjetrin, si të krijojnë miqësi të reja, si të punojnë në grup, si të ndajnë gjërat me njëri tjetrin.
Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse në ditët e sotme për të gjithë. Po, kemi më shumë individualizëm. Po, e drejtë. Marrim një tablet, një telefon, para arrim me atë aty dhe harrojmë se si të funksionojmë në komunitet, si të funksionojmë me njëri tjetrin, si të ndajmë gjëra, si të ndërveprojmë, ndërkohë që kemi parë plot raste suksese se si qyteza i ka ndihmuar në këtë aspekt. Pastaj për sa i përket aspektit edukativ, kjo lidhet, ne përpiqemi të kultivojmë vlerasin edukuese edhe të morali, edhe edukuese shkencore, le të themi. Përpiqemi që të ndihmojmë fëmijët të rriten me vlera edhe me parime të shëndoshë sa i përket anës morale, ndërkohë sa i përket asaj shkencore, kjo varet më shumë edhe nga lloji i programit që ata janë duke frekuentuar. Siç thash pak më parë, nëse vin tek eksperimentet shkencore, patjetër do mësojnë më shumë rreth botës së shkencës, fizika, matematika, hapësira, kimia në mënyrë praktike, argëtuese, dhe fëmijët e kanë shumë qejf. Duhet argëtuese sepse ndryshe gjërat konkretisht me dorë, të shohin se si ndodhin ato eksperimentet kimike, ato shpërthimet e bukura, të bëjnë sa më shumë rëmuj aty dhe e kanë gjithë të drejtën ta bëjnë sepse është vendi i duhur, gjë që ndoshta në shtëpinë nuk mundet. As në shkollë. As në shkollë. Ndërkohë që aty e kanë mundësinë ta bëjnë konkretisht, ta shohin me sytë e tyre, edhe është shumë e lehtë të mësosh praktikisht. Kemi labirintin Express, e cila është një bibliotekë shumë e bukur ku i kultivohet dëshira për librin, edhe patjetër aty do mësojnë më shumë rreth librit, por jo vetëm. Bazuar edhe te temat e ndryshme që Eleni, facilituesja e programit, përgatit. Kemi koha për stretching që përmenda pak më parë, kemi kinema gjin, vlerat edukuese varen në bazë të filmave, filma që ne i përzjedhim me shumë kujdes, nuk është se vendosim një film në mënyrë rastësore. E premtja në qytet i takon filmave dhe ne me shumë kujdes, siç e thash, përzjedhim një film i cili do të jap patjetër një mesazh për fëmijët, bazuar ndonjëherë edhe në ditë të caktuara. Kemi programin e shahut, ku fëmijët mund të marrin të gjitha përfitimet që vetë loja e shahut ka në vetvete. I ndihmon ata. Kemi kopshtin në qytet. Ne kemi një kopësht brenda qytetës ku fëmijët vinë dhe praktikisht shohin bimë të ndryshme, fara të ndryshme, mbjellin, lidhen me natyrën, janë më afër natyrës, por jo vetëm kaq, kuptojnë si ata vetë mund të kujdesen. Gjithë procesin, sepse patjetër kur të vinë herën tjetër, ata shohin çfarë ka ndodhur me bimën e tyre që ata mbollën një javë më përpara, po pas një muaji, edhe me radhë. Kemi programin Art and Craft që nga emri i ndihmon fëmijët të bëjnë punë dore edhe të rriten artistikisht. Shpresoj që mos ke marruar në një program, ka një larmishmëri programesh në qytet. Patjetër, ju gjithmonë jeni aktive dhe zhvilloni aktivitete nga më të ndryshmet edhe kryesisht në bazë të programeve që ti prezantove. Jam kurioztare të di, ne her pas here ndoshta edhe paragjykojmë që fëmijët në ditët e sotme, kjo ndikuar edhe nga të rriturit, janë të fokusuar tek teknologjia, është ajo që i tërheq më shumë. Tek fëmijët të cilët vinë pranë qytetës dhe frekuentojnë ato rregullisht, kryesisht cili është interesi që ata kanë? Çfarë i tërheq më shumë? Shiko, kjo është madje një nga sfidat që ne kemi, do thoja, në qytet, dhe diskutojmë shpeshherë edhe me stafin. Fëmijët e sotëm është mirë për ta, po edhe sfidë për ne, duket sikur kanë gjithçka. Është e vërtet. I ofrohet çdo gjë. Nuk i mungon asnjë gjë. Edhe ndonjëherë të bëhet e vështirë si ti kënaqun këta fëmijë. E kupton? Patjetër që ata kanë interes sa i përket botës së teknologjisë, por ne përpiqemi ta ndërthurim, të mos kemi vetëm teknologji, sepse duam edhe t'i nxjerrim fëmijët përtej teknologjisë. Pra edhe teknologjia të jetë aty, sepse jetojmë në ditë ku teknologjia është duke përparuar, është pjesë e jetës sonë, por në të njëjtën kohë përpiqemi të mësojmë fëmijët edhe të largohen nga telefoni, edhe të largohen nga tableti, dhe ata faktikisht gjejnë kënaqësi edhe interes edhe në këto gjëra, nëse ne dimë se si t'ja u ofrojmë atyre. Kur ne i ndihmojmë që, siç po thoya pak më parë, ti shohin gjërat praktikisht, aty te laboratori shkencave, aty tek kopshti në qytet, te biblioteka, kur ata i prekin këto lloj gjërash. Pra, ne nuk është se thjesht i mësojmë me fjalë, e thjesht flasim ne, por kur ata vetë eksplorojnë, ata vetë përfshihen praktikisht, kjo i ndihmon edhe rrit shumë interesin e tyre. Kjo dhe legjur më tek. Ndjen edhe të përfshirë. Ndjen të vlerësuar fëmijët, po ashtu. Fëmijët e kanë nevojë. Kjo është ajo që ne përpiqemi që mund të bëjnë diçka vetë pa ndihmën e më të rriturve. Duam t'i tregojmë fëmijëve që qyteza është një vend ku fëmijët vlerësohen, ku fëmijët dëgjohen, ku ne nuk i shohim thjesht si ca qenie të vogla që jo mos se këta nuk marrin vesh, siç
fatkeqësisht mund të dëgjojmë ndonjëherë andaj këtej. Jo, në qytet fëmijët vlerësohen, fëmijët dëgjohen, fëmijët kanë përparësi, ne I lejojmë edhe nëse nuk e bëjnë një gjë ashtu siç duhet, është në rregull. Sepse kështu mësojmë. Sepse unë ja them si shpesh, të vejë mos dhe te të programi bëjmë ku jam gabime. unë eksperimente, I them s'ka gjë, prandaj quhet eksperimente dhe nëse dështoj, është në rregull, ne mësuam prap një gjë që ndoshta kishte nevojë pak më shumë për këtë përbërësin tjetër, pak më pak për këtë Për të tjetër. mos e Pra përsëritur. gjithmonë mësojmë. Edhe gjithmonë kënaqemi. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar edhe më tepër në kuadër të gjithçkaje që qyteza ofron për fëmijët e qytetit, por jo vetëm, pa edhe për mënyrën se si ju bashkëpunoni me shkollat edhe më gjërë, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur këngën Jam në shtëpi me Atin, kënduar nga Marcel Firaj. Rikthehemi vetëm pas pak me Jonën në studio. Në balkë më gjetë e zonë, në vëndin ku mu kishte lënë kjo botë, mu afrove prapë dhe më thire jeto sërisht, unë ngrita zonë, sepse mora jen nga ty, për dore ti më more, më solle në shpi, jam në shpi me ati, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me ati, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me ati, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me ati, në kratë ti ndjeni sigur, atje në erësi, ti erdhe mua më kërkove, me emoti më thire, me dashuri nga barta nxore, gjithë në qelë festua, se isha ju mbur por u gjeta, shpi me Atin jam, një jetë të redhun kam, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë ti ndjemi sigur, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë ti ndjemi sigur. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me Atin do jetoj për jetë. Amen, 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 amen. Në qelën kam një vend të bler. Amen, 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 amen. Me Atin do jetoj për jetë. Jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë ti ndjemi sigur, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin,
në krahët e ti ndjemi sigur. Jam në shtëpi me Atin, kënga më e fundit e Marcel Firaj na rikthen në studion e programit Muzik Plus. Vazhdojmë të jemi në një bisedë shumë të veçantë me Jonën në ditën e sotme, e cila vjen si suportuese programi pranë qytetës së fëmijëve. E Jona, pak më parë na prezantove në vijat përgjithshme me gjitha programet që ju ofroni për fëmijët që vizitojnë qytetën tuaj, por cilat janë disa nga eksperiencat më të veçanta ose edhe emocionuese që kanë përjetuar fëmijët në qytetë, kryesisht edhe përgjatë kësaj periudhe që ti ke punuar aty. Në përditshmëri kemi orarin 4-6 janë programet që unë përmenda pak më parë, po e thash ne dalim përtej kësaj, bazuar edhe te ditët e ndryshme kombëtare, nevojave të ndryshme të fëmijëve. Një para përgatitje, patjetër që do të ofrosh. Çdo sezon ka të veçantat e veta dhe programet e veta. Për shembull gjatë këtij 2 mujorit, 3 mujorit fundit le të themi, kemi pasur një takim të veçantë me mjekun veteriner. Fëmijët i duan kafshët, gjithashtu duan të dinë edhe ata si të kujdesen për kafshët. Edhe duhet, në fakt. Edhe duhet, patjetër, prandaj ne ja japim këtë mundësi. Kemi pasur mjekun Kristi Morava, i cili nuk erdhi, e përshëndesim patjetër. Ka qenë disa herë pjesë e programit. Sa mirë. Kështu që e dini atë gëzimin që mund të sjell si në studio, ka sjell edhe te qyteza e fëmijëve, por te qyteza erdhi së bashku me një mik të vogël, erdhi së bashku me një qenush, kështu që i solli edhe fëmijëve shumë gëzim. Përveç mjekut veteriner, kemi pasur ditën e internetit të sigurt, ku ishte i ftuar eksperti Thanas Dimço. Një ditë si aktor, që fëmijët e kanë shijuar shumë, me aktoren e mirënjohur Zamira Kita. Mjafton të them Zamira Kita edhe e imagjinon se sa shumë janë kënaqur fëmijët. Pra kanë qenë disa ditë të veçanta të cilat... këto kanë qenë disa nga ditët ndryshe, jo siç mund të jetë përditshmëria që kanë qenë ditë të hapura në fakt, të gjithë fëmijët mund të vinin, mund të ishin pjesë. Në kuadër të javës së martesës në shkurt, kemi bërë për të dytin vit radhës i aktivitetet prindrit në sytë e fëmijëve, me të ftuar të veçantë ku kanë ardhur edhe fëmijët, edhe prindrit, siç po diskutonim edhe në fillim të programit, pra që qytetëza e fëmijëve, nuk është një hapësirë thjesht për fëmijët, po edhe për prindrit, për gjyshrit, për motrat, vëllezërit e tyre më të rritur. Për 8 marsin kam parë gjithashtu për 8 marsin, fëmijët janë kënaqur shumë, po edhe gratë heroina janë kënaqur shumë. Kemi parë kaq shumë gëzim në sytë e tyre. Së bashku me fëmijët ne kemi qenë duke shpërndar karafila në disa zona të ndryshme të qytetit. Kemi qenë pranë spitalit, pediatrisë, maternitetit të Korçës, fasonerive, në zonën e pedonales. Kemi takuar gratë të ndryshme me profesione të ndryshme, edhe fëmijët kanë përcjell shumë dashuri, por edhe kanë marrë shumë dashuri në të njëjtën kohë. Mbjellja e fidanëve, po ashtu ka qenë një nga eksperiencat e veçanta dhe emocionuese që kanë përjetuar fëmijët gjatë kësaj kohe. Kemi qenë te Kodra Kennedy dhe kemi mbjell fidan prindrit sërish së bashku me fëmijët, patën mundësinë edhe ti etiketonin fidanët e tyre me mbiemrin e familjes. Këto mund të jenë disa nga eksperiencat e veçanta që mund të përmend, të cilat kanë ndodhur kohët e fundit. Gjithashtu ju her pas here zhvilloni dhe bashkëpunime të ndryshme, kryesisht me shkollat, por jo vetëm, prandaj si ka vazhduar bashkëpunimi me to, qoftë edhe me institucione të tjera për të ofruar ndoshta edhe aktivitete të personalizuara, për shembull për një grup të një shkolle të caktuar. Gjë rastin të falenderoj një herë të gjitha shkollat që na zgjedhin ne dhe bëhen pjesë e programeve të qytetës së fëmijëve. Çdo muaj kemi shkolla të ndryshme që na vizitojnë dhe siç e the edhe ti, programet janë të personalizuara në atë rast. Është shkolla ajo që vendos se për çfarë ka nevojë. Ne i përshtatemi atyre, patjetër bazuar te klasat që ne kemi, te programet që ne kemi, që unë i përmenda edhe më herët, po pavarësisht që në atë ditë programesh, për shembull, ne nuk mund të kemi kopshtin në qytet, po them, nëse një shkollë rezervon, edhe na kërkon që ne kemi nevojë të kemi kopshtin dhe dëshirojmë të bëjmë këtë lloj gjëje, të mësojmë për ekosistemin. Patjetër që ne i ofrojmë. Duam që te laboratori të kemi këtë temë sepse na përshtatet me orën e biologjisë. Patjetër ata i përshtatin dhe ne jemi gati që t'ua ofrojmë. Dhe shkojmë përtej thjesht një programi kur shkollat rezervojnë, ne mund të bëjmë edhe 3 programe për ta. Ndoshta reduktohet koha, sepse nuk mund të rrim për 3 orësh, mund të bëhen orët më të shkurtuara nga gjysmore për program, por kanë mundësinë të jenë në disa programe të caktuara. Dhe siç e thash, gjithmonë sipas nevojave të shkollave.
ti ndoshta të shpëtoj, por un kam parë që së fundmi keni zhvilluar dhe një aktivitet shumë të veçantë për sa i përket riciklimit. Riciklimit, Çfarë ishte mund të tani themi për së këtë? fundmi, Po. dita e Ju riciklimit, ndjek vazhdimisht. Faleminderit. Mise dhe mister riciklimi, ku vetë fëmijët kanë punuar me shumë përkushtim. Kishte shumë punime që as ne vetë nuk i kishim parë. Fëmijët na kishin thënë që ishin duke punuar, disa nga fëmijët ishin duke punuar me mësuesen e art craftit, mësuese Brunën. Ajo i ka qëndruar pranë të gjithëve në fakt, por edhe asaj jo të gjithë ja kishin treguar gjithçka që ishin duke bërë. Kishin mbajtur disa merrnin sekrete. udhëzimet, po, dhe ishin duke punuar me shumë përkushtim. Kjo edhe besoj sepse është viti i disat radhazi që zhvillohet, gjithmonë duke u përpjekur që ta sjellim më ndryshe, por fëmijët duket që kishin mësuar shumë, dinin tani si të punonin edhe në mënyrë më individuale. Është mirë dhe të gjitha këto Dhe ju kështu, shërbejnë po, patjetër. jo vetëm për- që u kënaqën, mësuan më shumë rreth rëndësisë së riciklimit, rreth kujdesit që duhet të kemi për tokën, kujdesit që duhet të kemi për natyrën. Dhe Më vjen mirë. duhet ta theksoj gjithashtu që ishte një aktivitet në bashkëpunim me KRVM-n, të cilët I falenderojmë se shpeshherë janë në bashkëpunim me qytetëzën e fëmijëve dhe kur jemi së bashku, jemi më të fortë. E kam parë që janë gjithmonë pranë komunitetit dhe Po. unë her pas here kam zhvilluar dhe intervista me ta për të përcjellë më shumë ndërgjegjësim në kuadër të riciklimit edhe Po. rëndësisë që ai ka. Dhe është shumë bukur që punojnë që me fëmijët, sepse Po. që aty duhet të fillojnë. Në momentin që fillojmë edhe rritim fëmijë, që e di, nuk është nevoja më vonë kur të rriten të ndryshojmë mendsinë. Ata po patjetër. rriten me këtë lloj mendësie, kujdesi ndaj natyrës, kujdesi ndaj tokës, kujdesi ndaj objekteve dhe gjërave që ata janë duke përdorur. Nuk e di nëse keni plane ndoshta për të zgjeruar gamën e aktiviteteve në të ardhmen, ndoshta diçka që ju mund ta konsideroni si risi dhe jeni duke menduar apo jeni duke punuar për të. Ne në fakt gjithmonë jemi duke menduar se çfarë mund të sjellim ndryshe, sepse siç e thash më herët, fëmijët nuk kënaqen lehtë. Kërkojnë gjithmonë gjëra të tjera, kërkojnë gjithmonë gjëra ndryshe, qoftë edhe në programet e zakonshme që ne kemi, përpiqemi të sjellim tema të reja, me kite të reja dhe dua t'i them gjithë fëmijëve dhe prindërve që në qytet është duke ardhur një gamë e gjerë me kite të reja për të gjitha programet. Kështu që fëmijët do të kenë mundësinë që të eksplorojnë ndryshe, si kur më përpara. Por përveç kësaj do të kemi edhe një sër aktivitetesh të veçanta për te I programeve, do të kemi këtë vit kampionatin e sportit. Unë nuk dua të jap shumë detaje, sepse detajet do vinë gradualisht, edhe te rrjetet sociale që ne kemi, te faqja në Facebook apo Instagram e qytetësve së fëmijëve, por do të kemi si një kampionat volejbolli, ashtu dhe basketbolli, ku do të përfshihen si vajza edhe djem. Në vazhdimsi do të publikohen datat kush mund të marrë pjesë edhe Më shumë detaje. po, do të kemi ditën e librit, që do të jetë me një të ftuar të veçantë, do të kemi ditën botërore të shëndetit, sepse thash edhe më herët fëmijët I kanë shumë që e vinë me shumë dëshirë në ditët kur ne kemi të ftuar të veçantë dhe mësojnë direkte nga eksperti, direkte nga vërtet. specialisti. Dita e tokës këtë herë, ne kemi bërë aktivitete çdo vit në lidhje me ditën e tokës, po I garantoj fëmijëve dhe prindërve që si vjet dita e tokës do vinë ndryshe. Mund të zbuloj për momentin që do të dalë përtej dyerve të qytetës, por ta lëm pak surprizë. Më vjen Që mirë të vazhdojnë të na ndjekin edhe të shohim pas hapi se çfarë do edhe të të bëhen ndodhë. pjesë e këtyre aktiviteteve. Patjetër, po. Besoj që janë në, të mirë në pritur. sezonin e verës më pas do të kemi edhe Do të kemi kampe, shumë për të diskutuar pastaj. Ndoshta në Kampi një është intervistë periudha, tjetër. po, besoj që kërkon një intervistë të gjithën për vete koha e kampit. Më vjen mirë Jona që jeni të fokusuar në ditë të tilla kaq të rëndësishme për të përcjellë më shumë mesazhe për fëmijët, por edhe nga ana tjetër ata të argëtohen dhe të përfshihen më shumë në aktivitetet që ju zhvilloni. Do të kemi një tjetër shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak. Në këtë moment e ndjekim këngën U dorëzohem kënduar nga Gloria Nure. Gjithçka dorëzoj Këtu më gjen Ndërsa ti pranë më vjen Dëshpruar për ty Dëshpruar për ty
të të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të të njoh më shumë, dua të të njoh më shumë, si një ere fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro, Zoti vepro, tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro, Zoti vepro, tek unë, si një ere fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro, Zoti vepro, tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro, Zoti vepro, tek unë, dorëzohem, dua të të njoh më shumë, dua të të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të të njoh më shumë, dua të të njoh më shumë. Rikthehemi në studio për të vazhduar shkurtimisht edhe bisedën me Ejonën në ditën e sotme, e cila na ka prezantuar patjetër më shumë me gjithçka që ofron qyteza e fëmijëve. Prandaj Ejona duhet të të pyes në këto momente, ndoshta një mesazh që ke për prindrit që mund të jenë ende të pavendosur, nëse duhet t'i çojnë fëmijët e tyre në aktivitete që ju zhvilloni, çfarë do t'ju thoje? Ndonjëherë mund të themi shumë fjalë, edhe mbeten thjesht fjalë, por unë prindërve do t'ju thoja vetëm e janë dhe provojeni një pasdite në qytetën e fëmijëve, nuk do të humbisni asnjë gjë. E janë dhe mos nguroni të sillni fëmijët tuaj në programet që qyteza ofron. Qyteza ka një larmishmëri programesh, ne gjithmonë mund ta gjejnë veten. Po, ne gjithmonë publikojmë edhe kalendarin e aktiviteteve, programeve të ndryshme që ne kemi gjatë gjithë javës. Ulluni, diskutojeni vetë me fëmijën tuaj ku fëmija do që të vi, ju zgjithni, nuk ka nevojë për një regjistrim të veçantë të programet, thjesht e jani, fëmija mund të bëhet pjesë e programit dhe pastaj shikoni vetë nga fëmija juaj reagimin dhe vendosni bazuar tek reagimi i fëmijës suaj. Vetë nga fëmija do ta shikoni, është kënaqur apo jo, ka mësuar diçka të re apo jo, si është ndjer me fëmijët e tjerë, si është ndjer me stafin, vetëm këtë mund t'ju them. Mos nguroni që ju ta provoni, edhe vetë përvoja pastaj ka për t'ja u dhënë përgjigjen e duhur. Po, në të njëjtin moment do doja, me qenë se gjej hapësirën këtu, të falenderoj edhe të gjithë prindrit që na i kanë besuar fëmijët. Ka kaq shumë fëmijë që nuk i ndajnë qytetës, janë çdo ditë aty. Madje ndonjëherë po ka kaluar 1 minutë, 2 minutë, ne jemi do presim edhe 2 minuta, se jam e sigurt që do vinë ata fëmijët që vinë gjithmonë edhe do ta nisim edhe këtë orë të re. Kështu që të dashur prindër, shumë faleminderit që na i besoni fëmijët tuaj. Unë e di shumë mirë që fëmia është gjëja më e çmuar që një prind mund të ketë. Edukimi i fëmijës është shumë i rëndësishëm, edhe çdo prind e ka me rak se si do edukohet fëmia i vet, çfarë do të marrë edhe çfarë jo. Kështu që faleminderit të dashur prindër që na i keni besuar fëmijët tuaj ne të qytetës së fëmijëve. Edhe këto momente besoj që janë gjithmonë edhe më tepër motivuese për punën tuaj të përditshme me gjitha grup moshat. Patjetër, kur ne shohim mirëbesimin që na japin prindrit, kur ne shohim dashurinë nga ana tjetër që na japin fëmijët, qëndrueshmërinë e tyre, sepse kur i shohim që vazhdojmë, ka vijimësi, ne kuptojmë që gjërat po shkojnë mirë dhe na japin edhe më shumë zemër, më shumë dëshirë që ne të vazhdojmë të plus që edhe të riteni, për të sjellë gjëra të reja. Po, ne ritemi së bashku me fëmijët. Edhe ata na mësojnë ne shumë gjëra në të njëjtën kohë. Ejona, duke qenë se ti je në kontakt të përditshëm me fëmijët,
Nuk e di nëse ka një gjë që dëshiron që fëmijët të marrin me vete nga kjo eksperiencë që ata përjetojnë pranë qytetës së fëmijëve. Prandaj, cila do të ishte ajo gjë që ti mendon se ata patjetër nëse vizitojnë qytetën duhet ta marrin me vete, ta përcjellin edhe tek bashkëmoshatarët e tyre, por edhe tek familjarët. Përveç se të kuptojnë që të mësuarit nuk është i mërzitshëm. Se ndonjëherë duket sikur rritet një brez që mendon se të mësuarit është diçka e mërzitshme, Jashtë mode. po, ngarkesë. Ne duam të mësojmë që të mësuarit nuk është as pak i tillë. Të mësuarit është vlerë, edhe të mësuarit mund të jetë edhe i bukur, sidomos kur bëhet me dëshirë. Por gjëja tjetër që ne duam që fëmijët ta marrin me vete është të kuptojnë rëndësinë e tyre si individ në këtë botë. Të kuptojnë se sa të rëndësishëm janë ata, edhe të kuptojnë se me të vërtetë ata janë e ardhmja. Ata janë ata që do ta ndërtojnë këtë vend, do ndërtojnë familjet e tyre, duhet ta kuptojnë që tani, që në vegjëli, se sa të rëndësishëm janë, sa shumë vlera që kanë, edhe sa shumë potencial që ata mbartin brenda tyre. Pavarësisht sa të vegjël, çdo njeri ka potencialin e vet të rëndësishëm për brenda. Prandaj ne përpiqemi që t'ja nxjerrim në pak të potencial që fëmijët kanë, në mënyrë që duke u rritur ata vetë të rritet edhe potenciali që ata kanë brenda tyre, që pastaj ta gjejnë veten aty ku janë, të shkëlqejnë në fushën e tyre. Aty ku ata kanë talentin. Ku kanë talentin e tyre. Edhe kështu do ta bëjnë me shumë dëshirë. Edhe do vazhdojnë të mësojnë me shumë dëshirë në këtë lloj mënyre. Kur ata zbulojnë talentin e vet, potencialin e vet, do e bëjnë me shumë dëshirë. Të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme dhe që ishe pjesë e programit Muzik Plus, kënaqësi të ishim së bashku. Shumë faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi gjithmonë që të jem këtu. Ju uroj shumë suksese. Ju uroj suksese gjithashtu në punën që jeni duke realizuar me fëmijët e qytetit, por edhe përtej, sepse di që vizitohet edhe nga fëmijët të cilët vinë përtej qytetit Korçës. Të uroj një ditë mbarë në vazhdim e jona, ne bashk përfundojmë bisedën në këto momente, do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Shkëmbi Shpëtimit, realizuar nga kisha ungjillore Libonik Maliq. Do të rikthehemi vetëm pas pak së bashku miq për të ndalur tek diçka tjetër. Shkëmbi Shpëtimit